Ja ku jemi në momentin shumë të pritur që i kushtohet konsumatorit, a e dim se çfarë konsumojmë? Në ditën e sotme kemi zgjedhur që të kemi pranë zonjën Fatmira, e cila në vëmendje do të na sjellë një produkt shumë të përdorur dhe shumë të shëndetshëm dhe të rëndësishëm për shëndetin e njeriu, siç është mishi. Mirë se erdhët zonja Fatmira. Mirë se urime një vit të mbar. Gjithashtu faleminderit. Jemi këtu bashkë me zonjën Tefta që të dyja, që normalisht të bëjmë pyetjet edhe të bashkangjisim ato njohurit edhe në emër të shikuesve tanë, apo jo zonja Tefta? Shumë e vërtet. Për mishin mund të ketë shumë për të thënë, sigurisht që është një nga produktet bazë të furnizimit familjar, por jo vetëm. Ka shumë vlera për cilat ju do të na dini të na i ndani, të na i gruponi, e pastaj do të vazhdojmë dhe me gjërat tjera. Ne për këtë jemi këtu së bashku, që të ndihmojmë dhe të informojmë konsumatorët në përgjithësi. Anvisat dhe në mënyrë të veçantë, ato që na ndjekin direkt dhe që na shohin me mënyra të shumta digjitale që na ndjekin në çdo kohë sipas interesit. Do të thoja që kemi folur për në emisionet tuaja në disa cikle emisionesh për produktet shtazore, bulmetrat. Dhe sot i vjen rradha që të flasim përsëri për një produkt të rëndësishëm, produkt shtazor, të kërkuar, që është mishi dhe nën produktet e tij që do t'i themin në emisionet të mëvonshëm. Atëherë të fillojmë tek mishi. Mishi është produkti me vlera të larta ushqyese. Në përbërje kimike të mbushur me elementet e domosdoshëm, duke bërë kështu mishin një produkt jetik, një produkt me vlera të larta ushqyese për të gjitha moshat. Pra të domosdoshëm. Të domosdoshme në racionin ushqimor. Ndër të tjera, në gjithsesi kemi thënë që në grupin e parë të ushqimeve futen bulmetrat, mishi dhe pastaj me radhë vinë të tjerat më pas. Dhe të tjerat. Por që vërtet konsumatori ynë të marrë një racion të mirë ushqimor, duhet një harmonizim, pra një kombinim i mirë i racionit ushqimor. Duke kombinuar të themi masën e duhur të proteinave, të yndyrnave, plus dhe karbohidratet dhe vitaminat e nevojshme për çdo organizëm. Po të referohemi përmbajtjes kimike dhe më pas vlerave ushqyese, si mund ta fillojmë atë kategorizimin? Cilat janë ato vlerat më të larta deri tek më të ulta që mishi i ka në përmbajtje? Po flasim për mishin në parimo, sepse dhe mishi ka kategoritë do të veta. bëjmë klasifikimet e mishit sipas llojit të kafshëve dhe të tjera do të fillojmë. Por se themi që mishi atëherë ka këto vlera të larta ushqyese. Të gjitha vlerat ushqyese të mishit i dedikohen praninis në mish të elementeve bazë të saj, që janë proteinat, yndyrnat e domosdoshme për organizmin, si mas djegëse dhe për gjithë metabolizmin dhe zhvillimin e proceseve jetësore. Pra tham proteinat në masën 15, 20, 30%, sipas llojit dhe klasifikimit që do t'i përcaktojmë dhe më vonë. Përmban në vetvete masa e mishit, se do të themi që dhe organet e brendshme të mishit ka një përmbajtje më vete. Do t'i trajtojmë dhe ato më smiri. I ndajmë. Për të bëjmë një herë në vlerat në përgjithësi, do themi në përgjithësi vlerat e mishit. Tham që kemi masën e duhur të proteinave, që zën bazën. Tham që kemi përqindje të lartë yndyrë, që varion nga 3.5% pesë të mishi i dobët i lopës, edhe shkojmë në ekstrem 43-45% tek mishi i derrit. Pas ka përqindjen më të lartë. Ka një masë të madhe yndyrnash, të domosdoshme për organizmin e njerit. Por ajo që ka më shumë rëndësi, që nuk mund ta gjejmë tek produktet e tjera, është përmbajtja e lartë e vitaminave. Edhe vlen këtu të theksojmë vitaminën A, siç e njohim gjithë karotenin, vitaminën B, baza e imunitetit, baza e grupi i vitaminave B, po. Grupi i vitaminave B kompleks do themi, B1, B6, B12 dhe me radhë. Pra, baza proteinike, baza e vitaminave, yndyrna të tepërta, sipas kategorive dhe llojet e mishit, por mos harrojmë këtu kemi vitaminën D, baza kockore, baza e rritjes së indeve dhe strukturës trupit të njeriut, duke filluar që nga fëmia. Ndër të tjera, sikur se thanë kemi vitaminën A, kemi kompleksin e vitaminave B, kemi vitaminën D. Tek mishra të ndryshme, të llojet të ndryshme, kemi pak vitamin A, kemi pak vitamin E dhe vitaminën K. Por do t'i cilësojmë ato se ku gjenden këto vitamina. Më shumë ku më pak. Ku më shumë dhe ku më pak. Do të theksojmë këtu, meqense kemi thënë tek produktet, tek bulmetrat dhe tek perimet ka thënë ish koleg ose koleg tanë, këtu mishi atë që ka më të varfër është vitamina C. Pra e ka me pakicë. Ose e ka me pakicë në masën pa përfillshme. Një tjetër element që ndryshon nga përbërja të disa produkteve të tjera dhe që nuk e gjejmë tek mishi, është shumë pak sheqerna.
ose karbohidrate që njihen ndryshe, karbohidrate. Sikur se tham, pra, përmendëm proteinat, yndyrnat, kriprat, minerale që duhet i trajtoj me shumë kujdes. Në mënyrë të veçantë, madje si grup më vete. Pra, të gjitha këto vlera, të gjitha këto përbërje kimike, një rëndësi të madhe duhet i kushtojmë dhe kriprat e minerale. Çfarë përmban mishi, që nuk i gjejmë tek elementet dhe produktet e tjera. Atëherë do të përmendim fillimisht hekurin. I pari. Mishi është i pasur me hekur. Është i pasur me shumë i pasur me hekur. Është i pasur me natrium. Është i pasur me bakër. Që konsumatorët tonë ose zonjat anvisatorët do thonë që janë këto metale, që janë do kripra minerale. Mirë, dëgjoj, kur flasim për minerale, bëhet fjala për gjëra të imta të padukshme, jo për ato copat e minerale. Ato kanë masë nga 0.1, 0.9 mg, deri në 1 gram masa më e madhe. Dhe janë të absorbueshme për trupin, domethënë në një gjendje domosdoshmëri për organizmin. Sidomos duke filluar që nga moshat e reja. Në përbërje të mishit kemi mikroelementë të rëndësishëm, kemi kripra të tjera të rëndësishme që janë zinku, janë fosfate të ndryshme. Por, sikur si tham gjithë të vlera ushqyese, do të thëmë baza, si gjithë produktet e tjera kemi ujin, brenda produktet e mishit kemi lagështirën, kemi ujin, që zakonisht përqindja ujit shkon sipas llojit të mishit, sipas llojit të kafshëve nga ku e kemi marr, shkon nga 65, 70, 72% ujë. Shumë e konsiderueshme, po. Pjesa tjetër e thatë kalon me gjithë përbërjen tjetër proteinike, vitamina, kripra minerale dhe përqindja e yndyrës. Zonja ti tha unë shoh që është kujdesur mbi tryezë që na ka sjell mish të freskët, cilësor në disa forma të veta. Jo, para se të themi se ku e kemi gjetur këtë mish, dhe ku e marrim këtë mish, unë dua të marr nga Zonja Fatmira, domethënë duke e parë mishin pamjen e tij. Do më thënë, nëse është cilësor apo jo, nga pamja të paktën, edhe pastaj të themi se ku e gjejmë këtë mish. Si e gjykoni atë që kemi vendosur këtu? Juve si e gjykoni? Atëherë, është e domosdoshme atëherë, para se të themi karakteristikat. Si ta zgjedi, para se të themi detyr organoleptike. Se normalisht duhem përcaktuar. Do themi dhe llojrat e mishit atëherë, shkurtimisht. Do themi, klasifikimi bëhet në bazë të karakteristikave dhe të llojit të kafshës nga ku kemi marrë mishin, të racës, qoftë lopës, qoftë të themi lloret e mishave. Mishi lopës, zakonisht përdoret mishi i gjellit në tërësinë vendit tonë, edhe pëlqejat mishi të imtave, ku bën pjesë. Qingji, dele, dashi, keci, deri tek dhia me radhë. Pra, në vendin tonë peshë më të madhe të konsumit mishit e marrim nga gjellet, që është lopa, viçi. Në vende të tjera përdoret dhe buallica, por në vendin tonë përdoret. Atëherë, klasifikimin do ta bëjmë në fal pak. Kemi të mishin e derit. Mishin e derit, kemi mishin e shpendëve, jo, në asnjë mënyrë do t'i klasifikojmë. Patjetër. Nga mishi i shpendëve kemi shpendët shtëpiak, që po i përmendim që se jemi aty. Kemi pulat, xhelat, po kemi rosat, kemi patat, kemi gjelat detit, që nuk janë të largta festat, që sapo i kishim në tryezë. Ashtu është. Atëherë si klasifikohet mishi? Duke thënë që kemi këtë larmishmëri dhe llojshmëri të mishrave, mishi i lopës, sikur se thamë, i delës, i qingjit, i kecit, e me radhë i derit. Unë do të them disa karakteristika se si mund të dallojë një konsumator. Pra ku shkon ta blej? Pra kemi ardhur në dyqanin e mirë, një anvisë e mirë ose një anvisë e re. Do të shkojë të që nuk di aq shumë. Një anvisë e re, do shkojë të përcaktojë, të zgjidh mishin që do të pëlqejë. Po do të pëlqejë duke u bazuar tek këto vlera që thamë organoleptike, ose thjesht me vlerat vizuale. Atëherë do të themi, çfarë do të dallojë, çfarë duhet të ketë parasysh një blerës, një konsumator që të di të zgjedhë. Që të di të zgjedh, në rast të parë duhet të di të përbërje kimike të vlerave ushqyese. Pra do të shkoj me një ide të qartë, që do shkoj të blej mishin e viçit. Po ky mund të jetë 2 muaj, 6 muaj mishi, pra i marr nga një çfarë moshe ka kafsha? Çfarë mosha ka? Pra mund të marr një mish të freskët, mund të marr një mish të ngrirë, të ftohtë, apo të konservuar, se janë të ndryshme. Pra prandaj ndahet dhe kategorizohen llojet e mishrave. Që sipas dëshirës secili mund të konsumojë zakonisht mishin e freskët që pëlqet nga gjithë. Mirë, referohemi mishit të freskët njëherë kur shkon tek dyqani i mishit. Pra shkuam qëllimisht tek mishi i freskët, se do vlerësojmë mishin e freskët. Po, pikërisht. Tjetër gjë është ajo se çfarë do të kërkojmë nëse do të duam të konservuar apo jo. Atëherë, në tregjet tona, në dyqanet e mishit, nuk po kalojmë në tregjet e hapura. Po flasim për dyqanet me standarde të kontrolluara në dyqanet e mishit.
Atje ku kemi vajtur dhe ne. Nga ku furnizohet, nga thertorët të kontrolluara. Se ka një rëndësi shumë të... Me vullën e veterinerit të kontrolluar, me vullën, me vlerat e përcaktuara, me llojin e kafshës, me llojin e mishit, me gjendje shëndetësore të kafshës para se të therë. Që të gjitha këto nuk do t'i duan për momentin konsumatorit tonë, por ne do të themi si do ta dalloj mishin. Po pra. Mishi ka karakteristikat e veta në pamje. Do të themi mishi i viçit ka të ngjyrën e dukshme, siç e kemi në tryezën tonë, ngjyrë të roz të bukur. Jo shumë të përshtatshëm që kemi. Ky është një mish, duket me syrin e lirë që një konsumator apo një anvisë e re të shkojnë në treg do të zgjidhë një mish të dukshëm, të mirë, ka një pamje të kënaqshme, me ngjyrën karakteristike. Jo, unë besoj që një dyqan që është vërtet që i përmbush standardet dhe kriteret tek Edmond Gazheli te Bryli. Më vjen mirë, po unë kam besim tek përzgjedhja juaj. Ju jeni ekzigjentë në kërkesat e llogarisë. E kanë edhe traditë mishin. E kanë traditë. Njihet firma, njihet kjo firmë. Familja Gazheli, po. Për cilësinë dhe për llojet e ndryshme të mishrave. Tek Mondi apo tek Edi apo ke Edmondi. Atëherë konsumatori e gjen këtë mish. Konsumatori do të shoh me një mishin me një pamje të shkëlqyer, që do të thotë, është i freskët. Ka të pamjen e dukshme të lagështirës, nuk është i mbyllur, i rrudhur, i thatë. Gjithmonë kështu e ka shkëlqimin e duhur. E vërtetë. Po pra, në prekje, siç e preki zonja Tefta, ka butësinë e duhur. Nëse mishi është i butë, do të thotë që vjen nga një viç i moshës së re. Pra që shkon nga 6 muaj deri 1 vit apo 2 vjet. Nëse do të kishim këtu përpara nesh, ose një anvisë tjetër që do të zgjidh mishin e lopës. Do ta dalloje më njëherë. Do ta dalloje më njëherë nga pjesa muskulore ose ndryshe nga tuli, që do të jetë më pak i thatë dhe më i pasur, më i pasur me një lidhor që do të thotë më i fortë. Pra nuk është kaq e butë, nuk e ka këtë butësinë e duhur. Plus kësaj, kjo përmbajtja e një lidhor do të thotë që ka moshë më të rritur. Pra është mishi më i thatë, zinë më me vështirësi që do t'i themi. Ngjyra është njësoj apo ka diferencë në ngjyrë? Do ta themi edhe këtë. Tek mishi i lopës është pak më i kuq mishi, më i thellë. Po si mund ta dalloj se është pak e vështirë nga ngjyra si ta dalloj një konsumator. Unë do të thoja që dallohet nga një përbërës shumë i veçantë. Tek mishi i lopës kemi të lokalizuar aty këtu, siç depozitohet në lëkurë ose në organet e mbrëmshme, pranë zemrës, veshkave të tjera, depozitohet ose pranë kockave, dhjami. Edhe shenja dalluese, si të dallojmë një mish të lopës nga mishi i dashit, ose nga mishi i viçit, ose nga mishi i derit, do ta dallojmë këtë në bazë të karakteristikës, ngjyrës dhe fortësisë së dhjamit. Po, ashtu është. Edhe do të thoja që tek lopa, mishi me këto karakteristika që tha me pamjen me lagështirën ose me prekjen pak më e fortë, me ngjyrën pak më e dukshme, më e erësuar se tregon moshën, moshën e mishit, moshën e kafshës. Po, mund ta bëjmë atë diferencë. Është karakteristikë që dhjami tek mishi i lopës ka ngjyrë të verdhë. Ndërsa zonja Tefta, bravo, shumë e mirë njohur. Bravo zonja Tefta. Ndërsa ngjyra e dhjamit tek mishi i derit është i butë. Është i butë, paksa në ngjyrë qumshti, por edhe i verdhë. Por është i butë, është karakteristike. Ndërsa tek lopa dhjami është i fortë. I ngurcuar, është i vërtetë. Kur e prek është pas një masë të fortë. Kemi në tryezë, duket dhe një masë yndyrore e fortë, dhjami e fortë, që po ta prek zonja Tefta, menjëherë kuptojmë që nga ku vjen. Do të dallojmë prapë, meqense jemi përsëri tek dallimi. Tek mishi i dashit është karakteristik mishi ngjeshur i fortë, me pamjen e kënaqshme, ngjyrë të kuqe në roz. Nëse është nga dashi i moshës më të rritur, 3-4 vjeç, siç mbajnë zakonisht në fshat për të bërë pastërma, për të ruajtur, për të bërë dhe pastërma dhe për të ruajtur për probleme të tjera. Atëherë është karakteristike dhjami me ngjyrë të bardhë dhe të fortë. Pra, një shenjë dalluese për konsumatorët tanë, për anvisat tona, është dhe pamja, fortësia dhe ngjyra e dhjamit. Ndër të tjera kemi thënë që në cilësinë e mishit, mishi është i cilësive të ndryshme dhe i llojeve të ndryshme. Ndikon shumë përveç përbërëseve të tjerë, ndikon shumë dhe të ushqyerit e kafshës. Nuk ka një cilësi, më fal pak, cilësia e mishit ndryshon dhe në varësi, sikur se tham, të llojit të kafshës, të moshës, të racës, por një ndikim të madh, një rëndësi të madhe ka të ushqyerit. Nuk mund të themi që mishi që konsumojmë nga fshatrat diku pranë zonës së Tiranës nuk është i njëjtë me mishin në Korçë, në Librazh apo në Delvin.
Klima, kushtet natyrore. Jo vetëm klima, po lloji bimësisë, lloji ushqimit që konsumon kafsha ndikon drejt për së drejti në cilësinë e mishit. Shpesh herë dëgjojmë nga konsumatorë, nga anvisat tona, që sot ka marrë një mish të mirë që ka ardhur nga veriu ose nga jugu. Pra, dhe këtë e dallon nga era karakteristike, nga shija, që kur zihen mishi, ka të erën e veçantë, mbushet gjithë shtëpia me aromën e mishit. Këtu do kemi vëre dhe ndoshta s'është mirë që ta themi, por edhe është mirë për ta ngacmuar që po këtu jemi për t'informuar nga gjitha mënyrat. Vend e pa vend kullotat, madje edhe aty ku ka mbeturina, plera, gjëra, ku mund të kullojnë. Kjo është vlen që ky mish të jetë si duhet, si mendon. Këto jemi duke thënë se si të zgjedh konsumatori një mish të mirë, duke thënë përbërjen, duke thënë këto mundësit, çfarë ne kemi mundësit të trajtojmë që konsumatori të zgjedh këtë mish, ai duket në pamje, ai duket në këto cilësitë vizuale që tham, plus të tjerave një konsumator i mirë e kupton atë nga zgjerrja e mishit. Nëse ka marrë në tregun e hapur një mish të pa kontrolluar, që s'dihet nga ka ardhur, pa certifikati, thonë ndryshe. Pra ka rëndësi shumë kontrolli dhe zhula. Për shembull, në momentin që kafsha ushqehet në këtë formë jo të duhur, si tha zonja Tefta, kam përshtypjen që kontrollet veterinare i nxjerrin këto problematika dhe ajo kafshë nuk duhet tregtuar. Nuk tregtohet. Por ky mish që merret nga tregu i rrugës, bëhet burim infeksioni. Jo vetëm që është i pakontrolluar. Rrezikon dhe jetën madje. Rrezikon bëhet shkak disa herë siç ka ndodhur në dasma apo në restorantet, në ushqimet social në mas, ndodh nga mishi i kontrolluar. Ndodh kjo, kur ndodh më e keqja? Se shpesh herë na ndodh edhe nga mishi i kontrolluar. Po kur ndodh kjo? Kemi thënë që mishin e konsumojmë edhe gjëndet freskët, edhe të ngrirë, edhe të konservuar, të ruajtur, të thatë, të stazhonuar. Por, ajo që duhet të dinë konsumatorët tonë, që të informojmë se është detyra jonë dhe emisioni juaj për të lavdëruar, është që duhet të kenë kujdes. Është më mirë të konsumojmë një mish të ngrirë, edhe se sa të konsumojmë ose pastërma, se sa të konsumojmë një mish të qullët. Pak të pamjen e këndshme, pak të erën karakteristike që nuk të therë hundët, që nuk të therë hundët, që nuk të ngacmon me erën që mund të ketë që nga tregu. Pra më mirë i ngrirë se sa jo i sigurt edhe i freskët. Kjo do të thotë që mish i qullët, një mish i pa pastër, i pa kontrolluar, bëhet bërim helmimesh, bëhet bërim infeksioni. Ndërsa çfarë do të porosisja unë konsumatorët dhe në mënyrë të veçantë anvisat tona. Një kujdes të veçantë në çngrirje, në çakullzimin e mishit. Pra si ta trajtojmë mishin? E blem, e vendosim në ngritës. Po pastaj normalisht çdo familjar, çdo konsumator do marrë një sasi mishi për familjen që mund ta marrë për 3 ditë, për 5 ditë, një javë, sipas buxhetit të tij ekonomik familjar. Sipas blerjeve. Por, nëse një mas të dur, që mund të jetë 0,5 kg apo 1 kg, do të konsumojmë të sotmen, që është mirë, sikur si tham, ka të gjitha vlerat ushqyese, mishi i freskët. Pjesën tjetër duhet ta fusim në bazë ftohje, nëse do ta përdorim për 3 deri në 10 ditë. Në bazë ftohje, që i përshtatet ose që i takon temperaturave 0,2 deri në 4 gradë. Por nëse duam këtë mas mishi, kemi marrë me shumicë, duam ta ruajmë për më gjatë, për një kohë më të gjatë. Atëherë duhet në mënyrë rigoroze duhet i nështrohet ngrirje së plot, që i takon temperaturave për kulturë dhe të gjithë pothuajse janë të njohur, nga -18 gradë deri në -25 gradë. Frigoriferët pak a shumë kanë sipas ndryshe i kanë këto, ndryshe një konsumator se shpesh herë në biseda ndodh. Kur e kuptoj unë që e ka masën e duhur të ngrirë, ajo jo vetëm që shihet. Që shihet, por në praktikën dhe në praktikën apo nga studimet e shumta mjekësore thuhet që sapo kemi nxjerrë mishin nga ngrirja, pasi kemi fshirë dhe pastruar, se normalisht mund ta kemi vënë pranë produkteve të tjera. E fshim e pastrojmë. Nuk duhet kjo. Ndodh nga misa tona. Duhet ta fshim, ta pastrojmë. Ta vëmë në një enë të pastër, në mënyrë të tillë që lëngu që të kulloj të mos ta hedhim. Pra, në këtë mënyrë të gjitha vlerat ushqyese bien tek lëngu. Por çfarë ndodh? Pra çakullzimin, dhe njëherë, çakullzimi duhet të bërë për atë masë që ne na duhet ta konsumojmë. Po gradualisht si duhet ta shkrim në mishin, pra që të mos ta bë. Gradualisht, jo në ndikimin e ujit të nxehtë. Se të gjitha vlerat ushqyese të mishit kullojnë dhe ikin, nëse nuk e ruajmë. Pra gradualisht duhet ta planifikojnë anvisa e mirë, që sot do të vendosim mishin për drekë apo për darkë, edhe të çakullzohet, por të çakullzojmë ose të çngrim atë masë që na duhet. Pra ta ndajmë në porcione, sa do të konsumojmë. Nëse këtë
mas nuk e konsumuam. Ajo u çakullzua, pra çngrim. Edhe e lëm tash në bastoje, jo më në ngrirje. Disa herë nëse përsëritet kjo gjë, tash jo vetëm që kemi humbur të gjitha vlerat, nga ngrirja, çngrirja, çakullzimi, se në këtë kohë bëhet burim i zhvillimit të mikroorganizmave patogjene. A pra s'duhet përdorur ky mish kështu, nëse çakullzohet disa herë, prandaj është kjo porosje veçantë për anvisat. Duhet të heqim nga frigoriferi, nga ngrirja atë masë që na duhet për të konsumuar. Pra jo të gjithë mishin e nxjerrim me fusin prap. Jo disa herë lër të ngrohtë, ftohu, ngrihu, konsumo. Se në të kundërt, nuk konsumoj mishin e shëndetshëm, nuk kemi marrë vlerat ushqyese të domosdoshme për familjen apo për fëmijën tonë dhe edhe më e keqja bëhet burim infeksioni. Që ky infeksion zgjat gjatë dhe nuk kuptohet se nga vjen. Pra, nuk e kuptojmë se ç'është. Kemi tashmë, kemi një humbje tash jo vetëm të vlerave ushqyese, por një humbje ekonomike, se konsumatori duhet të drejtohet në qendra spitalore dhe normalisht do të dëmtohet buxheti familjar, pasojat të tjera. Rënda. Tani, duke qenë se ju thatë që mishi është numri 1 për sa i përket vlerave dhe përmbajtjeve ushqyese, kuj ka në organet tona, në trupin tonë, në organizëm, kuj ka ndikimet më pozitive, le të themi, nga ana shëndetësore? Pra, ku ndikon më pozitivisht? Jeni shumë e mirë njohur në këtë fushë, më vjen mirë, por para se shkojmë këtu unë do të them që vërtet mishi ka vlera të larta ushqyese. Ka përbërje kimike me vlera të ndryshme që sapo e tham, vitamina, kripra, minerale, yndyrna e me radhë. Por, sikur se tham, ne konsumojmë edhe mishin, po konsumojmë edhe organet e brendshme. Cilat janë këto? Që pëlqejnë fakt nga ne të gjithë. Që na pëlqejnë mëlçia, na pëlqejnë veshkat, na pëlqejnë zemra, na pëlqejnë pra të brendshme që kanë vlera kalorike të mëdha. Na pëlqen edhe truri. Po, na pëlqen edhe truri. Sidomos kur zihem kokën. Edhe gjuha. Edhe gjuha akoma më e mirë. Edhe shpretka. Atëherë unë do të them, është e nevojshme për anvisat tona, që të them dhe disa vlera dhe përbërjen kimike të organeve të brendshme. Në fakt është mirë që po e thoni këtë sepse ka tezë, kemi dëgjuar teza të ndryshme për përdorimin e të brendshmeve. Disa kundërshtojnë njëra tjetrën, ca thon ka vlera, ca thon jo. Në fakt e kemi bërë këtë diskutim kur ne kemi thënë këto kohët e fundit që vërtet që ka shumë vlera mishi, por nuk duhet të përdoret aq, të konsumohet aq sa mund të konsumojmë mishin e bardhë. Tash këtu jemi pak në dilemë dhe pse. Jo, do t'i zgjidhim të gjitha dilemat. E fillojmë me të brendshme dhe pastaj kalojmë që mishi ka vlera të larta ushqyese për të gjitha moshat. Edhe këto ja dedikonim përbërjes që kishte ai, përbërjes kimike. Por në mish, sikurse ka përbërjen kimike mishi, do të themi 2-3 lloje të mishit me përbërjen kimike. Te mishi i viçit, që është shumë i përdorshëm dhe i pëlqyeshëm. Kemi në 100 gram mish, kemi 15 deri 25 gram proteina. Tek mishi i derit, kemi masën 15-18 gram proteina. Por, ku është dallimi? Te mishi i dashit, kemi 1%, te i dashit, do kemi 1% i yndyre që varion nga 18-20 deri në 30% yndyrë. Por, ama nëse është mish i majmë, që do të thotë jo mish mesatar, por mish me yndyrë. Nga ato desh që ne kemi lënë për të therë për ras festash, ose për vitëri. Ndërsa tek mishi i derit, nuk ka shumë rëndësi përmbajtje proteinike, sepse e kanë pothuajse të njëjtë. Por, ka më shumë përqindje yndyre, që varion pra ka përqindje më të lartë yndyre. Duhet të them me këtë. Nëse në familje, konsumatori ynë kërkon më shumë vlerat proteinike, ose kërkon më shumë mishin për fëmin, apo për moshat e rritura, nuk po themi në varësi të punës që kryen, po për themi qëllimi për cilin e duam ta qëllimi për cilin e duam, të mos marrim mishin e derit që ka përqindje të lartë yndyre, edhe që ndikon keq në shëndetin e njeriut, sepse përmbajtja e lartë e yndyrave ndikon në bllokimin e enëve gjakore. Rrit kolesterolin e gjak. Duke rritur kolesterolin e gjak, do të thotë që fillojnë atak kardiak, fillojnë problemet e zemrës. Dhe shumë sëmundje të tjera që nuk po i përmendim këtu. Sëmundje kardiovaskulare. Do të bëj një pyetje këtu, lutem. Dhe deri unë do të bëj një pyetje këtu për dallimin e yndyrës që ka mishi i lopës me mishin e derit. Për shembull, tek mishi i derit ne e përdorim sallon, do me thënë, dhjamin e derit, e kthejmë në gjalp dhe e përdorim ato në gatime të ndryshme. Tashi, çfarë ndryshimi ka forca e yndyrës
Sikurse thamë, në racionin ushqimor është e nevojshme përqindja e yndyrës dhe proteinave. Sikurse kemi thënë, ose po e cilëse një herë, duhet për të rifresku. Një njëri normal, me një pesh 65-70 kg, ka nevoj për 1 dhe 1.5% yndyrë për kilogram pesh të gjallë. Që i ta kanë 60 dhe 65 gram yndyrë në ditë. Atëherë, si do t'i marrë këtë konsumator, ka mënyra të ndryshme. Do t'ishte mirë që në racionin ushqimor të zinë peshë të barabartë, proteinat bimore dhe proteinat shtazore. Kombinimi tyre. Do t'ishte më mirë në racionin ushqimor që pjesën më të madhe të yndyrnave ta merrim nga masa e produkteve bimore. Ose nga vaj ulliri që është më i lehtë, më i treshëm, sikurse do ta trajtojmë ose kemi thënë. Ndërsa djami është më i rëndë. Nuk është i asimilueshëm për organizmin e njeriut. Është më pak i tretshëm. Dhe ndikon pastaj në rritjen e përqindjes së yndyrës, ndikon në rritjen e kolesterolit, pra nuk është. Ndoshta kjo salloja e derit që ta zonja ndoshta për nevojë ekonomike, ndoshta për ajo është vërtet se nuk kushton shumë. Por nuk mund ta zëvendësoj. Secili sipas shijes dhe dëshirës mund ta përdorë në gatime të ndryshme. Por kjo me kujdes ama. Me shumë kujdes dhe racionuar. Sepse rëndon, shton përqindjen e yndyrës, e sidomos tek moshat e treta, nuk duhet të përdorur në mënyrë kategorike. Me që jemi tek yndyra, kemi dëgjuar edhe një diferencim, për shembull, ju thatë që edhe bakteritë e imta janë shumë të përdorura, po të kapim qingjin dhe kecin. Edhe yndyra e qingjit, çfarë nuk kemi dëgjuar për yndyrën e qingjit? Për kecin kemi dëgjuar që është më i lehtë. Edhe nga vetë mishi që mishi i kecit realisht. Mishi i kecit ka, meqense kaluam tek të imta tash, ka mishin më të lehtë, është më i asimilueshëm, më i tretshëm nga organizmi i njeriu. Sikurse qingji është më pak i rëndë, që do të thotë. Është më shumë i rëndë. Është më pak i rëndë në përmbajtjen e përqindjes së yndyrës. Pra, sepse këtë e lidhim me të ushqyrit e vetë me të ushqyrit, me llojin e ushqimit që konsumon dhia dhe keci. Janë më të lehtë të zgjedhin ushqimin më të mirë, sikurse kemi thënë, dhe tretet dhe asimilohet më mirë nga organizmi. Por, do thoshim që dhjami i dhive të vjetra, ose i cjapit që shumë familje e majnë përmbari, thonë ndryshe, për ta therrur, ose për ta bërë pastërma. Për pastërma ka vlerat e jashtëzakonshme dhe shumë i mirë, i tretshëm dhe ndonjëherë dhe me shije karakteristike. Ndërsa në përdorimin e përditshëm nuk para pëlqehet, se ka të erën karakteristike dalluese që pak jo të gjithë e pëlqejnë. Ne në fakt kemi shumë informacione për të dhënë, nuk na del një emision, kështu që unë shoh që ne do të zgjatemi edhe në emisione të tjera. Po, do vazhdojmë se është produkt bazë i çdo familje. Bashkë me zonjën Tefta, ju falenderojmë zonja Fatmira dhe në emër të konsumatorëve, ne do shihemi sërish këtu sepse do vazhdojmë. Do të jemi në vazhdim për vlerat e mishit, për dallimet në raste të ndryshme, në kafshë të ndryshme dhe vlerat e mëdha ushqyese. Sigurisht, gjithçka në të mirë të konsumatorit. Atëherë miqtë e mi, ju përshëndes nga hapësira jon, a e dim se çfarë konsumojmë?